Fenomeni i bullizmit në shkollat e vendit po shfaq tendencë rritjeje. Psikologja Bisilda Jusi deklaron se gjatë viteve të fundit është vënë re një rritje rasteve të bullizmit. Një nga faktorët kryesor që po e thellon këtë situatë është përdorimi masiv i rrjeteve sociale dhe internetit, ndërsa thekson se roli i prindërve mbetet thelbësor në parandalim. Fatkeqësisht në vëmëre që ka një rritje të këtij lloji fenomeni, kuptojmë që ka një ndikim shumë të fortë pjesa e rrjeteve sociale dhe përdorimit të internetit. Ky fenomen patjetër që ka vështirësi edhe në menaxhimin e tij. Roli i prindërve është thelbësor edhe në këtë fushat apo në këtë luftë kundër bullizmit, duke qenë se lidhet ngushtë me edukimin e fëmijëve, por përtej kësaj edhe me ngulitjen e vlerave njerëzore. Për uljen e këtij fenomeni, psikologja thekson se synimi kryesor është rritja e ndërgjegjësimit të komunitetit përmes informimit, trajnimeve dhe fuqizimit të individit. Për uljen e fenomenit, ajo që ne synojmë është për me rrit ndërgjegjësimin e komunitetit, përtej kësaj me informacione, trajnime, po kështu edhe me fuqizimin e individit, pra për me majtë qëndrim në mbrojtje të vetes. Ajo që ne jena duke u përpjek me realizu është që mesazhet kundër bullizmit mi dhanë në përforcimin e asaj që është e rëndësishme me kuptu që ka lidhje me vlerat njerëzore. Dhe duke fuqizu vlerat njerëzore, automatikisht ne presupozojmë me shu edhe me evitu tendencën për sjellje bulliste. Psikologja apelon për bashkëpunim të ngushtë mes shkollës, prindërve dhe institucioneve si mënyra më efektive për të mbrojtur fëmijët dhe për të krijuar një mjedis të sigurt në shkolla.